Kjo grua fërkoi këmbët me sodë buke 2 herë në javë. Ja çfarë ndolli. Soda e bukës është një përbërës i fuqishëm me shumë përdorime duke filluar nga kuzhina, familja dhe banjo. Edhe pse ne e përdorim atë për të fryrë brumin, kur bëjmë ëmbëlsira në të shumtën e rasteve, ajo gjithashtu mund të përdoret për të larguar aromat e këqija nga tapetet, rrobat, sipërfaqet e ndryshme të shtëpisë dhe në mënyrë efektive mund të përdoret edhe për zbardhjen e rrobave. Gjithashtu mund të përmirësojë ndjeshëm edhe bukurinë tuaj. Këto janë disa nga përdorimet të cilat ndoshta nuk i dini për përdorimin e sodës së bukës. Ajo mund të përdoret për eliminimin e djersës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Përdoreni atë për të bërë një deodorant natyral, i cili do t'i mbajë sqetullat tuaja të freskëta për orë të tëra. Vetëm përzieni disa pika të vajit tuaj të preferuar esencial me 4 lugë sodë buke. Pastaj e përdorni këtë kombinim nën sqetullat tuaja për të shkatruar bakteriet e këqija që shkaktojnë edhe erën e keqe të djersës. Mund të lehtësoni me përdorimin e sodës së bukës edhe aromat e pakëndshme të trupit tuaj. Shtoni një filxhan me sodë buke në vaskën tuaj dhe e lini që të tretet për rreth gjysmë ore. Plotësoni vaskën tuaj me shampuan e nevojshme ose produkte të tjera dhe më pas lyejini trupin tuaj me vaj. Për të zbutur lëkurën, përsëriteni këtë të paktën 1 herë ose 2 herë në javë. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni gjithashtu shëndetin e lëkurës suaj dhe të largoni papastërtitë. Nëse doni të largoni edhe problemet e lëkurës dhe ta keni atë më të butë, përdorni sodën e bukës. Shtoni sodë buke me sapun në ujë dhe masazhoni këmbët dhe duart me këtë përzierje. Do të hidratojë më mirë lëkurën dhe më pas i lani. Nëse doni thonjë të shëndetshëm dhe pa komplikacione të mykut, mund të përdorni në këtë mënyrë edhe sodën e bukës. Aplikoni një përzierje prej 3 pjesëve të sodës së bukës me 1 pjesë ujë tek thonjtë tuaj dhe i mbani ato për disa minuta kështu. Më pas i shplani ato me ujë të rrjedhshëm dhe do të lehtësoni edhe komplikacionet e tyre. Onikomikoza shkaktohet nga infektimet e thonjve nga kërpullat që i përkasin kategorisë S, dermatofiteve dhe shumohen lehtë në duar dhe në këmbët tuaja. Megjithatë, thonjtë tuaj fillojnë të duken më keq dhe kanë simptoma shoqëruese si eritema, heqje e lëkurës në zonën përreth, por si mund të merreni dhe të lehtësoni këtë komplikacion. Soda e bukës është një lehtësues në kushte shtëpie si një mënyrë efektive për t'i mbajtur larg këto shqetësime. Përpara se t'ju prezantojmë me këtë recetë me sodë buke për onikomikozën, është e rëndësishme të sqarojmë se rezultatet nuk do të duken menjëherë. Ky produkt fillon të luftojë onikomikozën që në aplikimin e parë, por eliminimi plot i tij nuk do të ndodhë brenda natës. Kjo është një arsye pse që në aplikimin e parë duhet të qëndroni dhe të vazhdoni atë her pas here në mënyrë që të merrni rezultatet e duhura për shëndetin tuaj të thonjve dhe jo vetëm. Përveç kësaj, rekomandojmë që të përmirësoni edhe shëndetin tuaj duke kombinuar atë edhe me uthullën e mollës, një tjetër mënyrë antimikotike shumë efektive që mund të aplikohet në kushte shtëpie. Zakonisht të dyja produktet i keni në dollapin e kuzhinës dhe mund t'i blini edhe në farmaci me çmime të favorshme. Materialet që duhen në përgatitjen e kësaj recete janë 6 gota ujë ose rreth 1.5 litër ujë, gjysmë filxhani uthull molle ose 125 ml, 3 lugë sodë buke ose rreth 30 gram. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e nevojshëm në përgatitjen e kësaj recete, filloni edhe me aplikimin e saj. Ngrohni ujin në temperaturë të tolerueshme për këmbët. Shtoni në të uthullën e mollës dhe derdhni përzierjen në një tas të madh. Zhytini këmbët në një legend dhe i lini të zhytura për 15 deri në 20 minuta. Më pas i thani mirë thonjtë dhe fërkoni me një pastë me sodë buke. Lëreni të veprojë për 10 minuta dhe më pas i shplani ato sërish. Gjithashtu masazhojeni me lëvizje rrethore për të eksofiluar sipërfaqen e thonjve tuaj
sidomos edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kjo mënyrë është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për problemet tuaj të thonjve dhe mund t'ja për rezultate mjaft fantastike në këta aspekt. Ndaj, nëse doni që të përfitoni nga vlerat e saj, përdoreni si duhet në dietën tuaj. Nëse keni acarime të vërteta të këmbëve tuaj, duhet të drejtoheni te specialisti. Lodhja e ditës ka peshën më të madhe në mbrëmje kur shkoni për të fjetur. Ndodh që gjatë gjithë ditës të keni qenë mbi taka ose pasi hyni në shtëpi, këmbët tuaja nuk I ndjeni fare nga lodhja e shputave. Këmbët e lodhura mund të jenë të bezdishme deri ditën e nesërme kur do vishni këpucët sërish, dhe kjo gjë mund të krijojë vështirësi në përditshmërinë tuaj. Ndaj, përzgjedhja e duhur e recetave në kushte shtëpie mund të jetë një alternativë e çmuar për rastin tuaj, duke lehtësuar kështu komplikacionet që mund t'i merrni në përditshmëri dhe për të siguruar këmbëve tuaj një çlodhje më të mirë efektive kundër këtyre shqetësimeve. Ndaj në këtë video do ju paraqesim një recetë natyrale, e cila në kushte të thjeshta mund t'jap përfitime të duhura për shëndetin tuaj të këmbëve. Sërish të vjen në lojë përdorimi I sodës së bukës, e cila ka veti të mira antiseptike efekte qetësuese për këmbët, sidomos edhe për themrat e tyre. Nuk na kushton asgjë dhe është ndër metodat më të mira të suksesshme. Përdorimi I kësaj teknike çdo mbrëmje përpara gjumit mund t'japë rezultate të duhura për higjienën e këmbëve tuaj, të ndihmojë gjithashtu në largimin e papastërtive të tyre dhe të sigurojë edhe mbrojtjen më të mirë shëndetësore. Prandaj, nëse doni të mbani larg këto shqetësime për këmbët, përdoreni sodën e bukës në këtë mënyrë. Çfarë ju duhet si fillim në aplikimin e kësaj recete? Për këtë recetë do ju duhet 4 lugë gjeve me sodë buke, rreth 30 deri në 35 litra me ujë. Ju duhet edhe gjithashtu të hidhni sodën e bukës në kombinim me përzierjen e ujit dhe të mbani këmbët në këtë përbërje për 10 deri në 25 minuta. Më pas, me një gur të ashpër për themrat, masazhoni ngadalë themrat e këmbëve dhe shputat e këmbëve. Dhe pasi të keni pastruar butë, përdorni pak vazelinë, e cila mund të masazhoni edhe mollzat e duarve dhe ta aplikoni gjithashtu në pjesën e shputave të këmbëve. Pas 20 deri në 25 minutash, vishni çorape pambuku dhe I mbani gjatë gjithë natës. Përsëriteni këtë trajtim çdo mbrëmje. Kështu do të ndjeheni më të çlodhura dhe gjithashtu nuk do të keni komplikacione të fryrjes së këmbëve. Veproni kështu derisa të keni rezultatet e para në higjienën e këmbëve. Do ta keni më të lehtë t'i bëni ballë këtyre shqetësimeve me përdorimin e sodës së bukës. Kujdesi për këmbët është thelbësore për shëndetin e secilës femër, por edhe për meshkujt nuk duhet të neglizhohet. Megjithatë, përfitimet e larjes së këmbëve me krip me sodë buke janë të larmishme. Ato kanë efekte të mira detoksifikuese, ndihmojnë në largimin e bakterieve, veçanërisht atyre të cilat shkaktohen nga këpucët e parehatshme. Mund të përdoret si një deodorant krejt natyral. Soda e bukës mund të neutralizojë aromat e pakëndshme të këmbëve tuaja, duke siguruar kështu rezultate të duhura për higjienën e tyre. Mund të përdoret si eksofilant I lehtë. Zbusni lëkurën e fortë me ndihmën e largimit të qelizave të këmbëve dhe duke pasur një pastërti më të madhe të tyre. Gjithashtu, soda e bukës mund të relaksojë lodhin e këmbëve dhe të mbajë larg komplikacionet e tyre. Ndaj një përdorim I tillë I sodës së bukës në këmbët tuaja mund të jetë një zgjidhje vërtet lehtësuese për shëndetin e tyre. Sigurohuni t'i përdorni ato si duhet në dietën e përgjithshme dhe ndikimi që do të keni do të jetë I menjëhershëm në higjienën tuaj të këmbëve. Ndjekja e këtyre ritualeve në kushte shtëpie me aplikimin e sodës së bukës në shputat e këmbëve ose larja e këmbëve me ujë me sodë buke të përzier me uthull molle ose me krip do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të mbajtur higjienën e tyre sa më të fortë dhe për të larguar papastërtitë. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.